Në Shqipëri, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, i cili një ditë më parë vendosi të bëhet pjesë e një koalicioni qeverisës me të djathtën e drejtuar nga kryeministri Sali Berisha, shprehet i bindur se ky bashkëpunim do të funksionojë. Ai e quan atë një risi në politikën shqiptare dhe sfidë ndaj mentaliteteve folklorike, ndërkohë që lëshon akuza të ashpra ndaj kryetarit socialist Edi Rama. Në një intervistë ekskluzive për Zërin e Amerikës, zoti Meta vlerëson se ky veprim sipas tij nuk do ta atëkur partinë e tij të majt. Ai flet për arsyet që e shtyn për arritjen e një marrëveshje me kryeministrin Berisha dhe shpjegon se pse e mori vendimin në një kohë mjaft të shkurtër. Me zotin Meta bisedoi korrespondenti ynë Armand Mera. Zoti Meta, ju dhatë di arsyet e vendimit që ju morët për të hyrë në një aleancë qeverisëse me Partinë Demokratike dhe kryeministrin Sali Berisha. Ju përmendët këtu refuzimin nga ana e Partisë Socialiste të një bashkëpunimi të vazhdueshëm me ju, apo dhe të vetë kryetari socialist përpjekjet e kësaj partie për të minimizuar peshën dhe rolin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe ndërkohë dhatë edhe një arsye tjetër të nevojës për një stabilitet të vendit. Por a do të mjaftonin këto arsye për t'ia shpjeguar elektoratit të LSI-s këtë bashkëpunim me zotin Berisha, duke qenë se në fushatën elektorale ju e ngritët këtë fushat pikërisht me thirrjen për të rrëzuar kryeministrin Sali Berisha nga pushteti? Absolutisht, kjo është e vërtetë. Synimi kryesor ka qenë ndryshimi i qeverisjes në vend. Dhe në këtë drejtim është bazuar jo vetëm fushata jon, jo vetëm programi ynë, por njëkohësisht ky ka qenë dhe thelbi i gjithë insistimeve tona të vazhdueshme për të realizuar një bashkëpunim apo qoftë edhe një koalicion të vetëm për mos humbjen e votave për shkak të sistemit, edhe me Partinë Socialiste. Por gjitha këto janë refuzuar në mënyrë stoike nga kryetari aktual i Partisë Socialiste, i cili kishte një projekt të tij dhe të grupit që qëndronte pas tij për të arritur një pushtet absolut përmes alternativës përjashtimit, ku në fakt në thelb të gjithë kësaj alternative qëndronte përjashtimi i gjithë faktorëve të së majtës dhe vetëm i LSI-s, por edhe i faktorëve tjerë të cilët praktikisht janë zhdukur dhe që të gjithë dalin sot edhe akuzojnë kryetarin e këtij koalicioni dhe të kësaj partie edhe se u ka vjedhur votat. Po, a do ta kuptoj elektorati juaj? Elektorati i vërtet i LSI-s, jo vetëm që e mirë kupton, por elektorati i LSI-s do të shumë fishohet për arsye sepse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është krijuar për të qenë në funksion as të ambicjeve të thjesht Partisë Socialiste, aq më tepër të një kryetari të përkohshëm të saj, por Lëvizja Socialiste për Integrim është krijuar për të qenë në funksion të i programit të qartë integrues për Shqipërinë, dhe së dyti është të krijuar pikërisht për të shërbyer interesave të vendit dhe është momenti i tillë i cili ka vetëm dy mundësi për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ose të kthehet në një faktor destabilizues, duke kontestuar zgjedhjet, por këtu ka i problem të madh sepse agresioni më i madh ndaj LSI-s nuk është bërë nga PD-ja në këtë rast. Edhe pse nuk ka munguar dhe nga PD-ja, por ka qenë në radhë parë nga lidershipi i Partisë Socialiste dhe nga vetë Edi Rama, që ka dirigjuar personalisht një operacion policesko financiar, i cili ka synuar kryesisht korruptimin e antarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim përmes marrjes sipas metodave të sigurimit të qytetit dhe database-it të LSI-s me të gjitha adresat dhe numrat e telefonëve të antarëve tan, dhe së dyti korruptimin e numëruesve edhe të Partisë Demokratike, në mënyrë që votat e LSI-s apo dhe të partive tjera të majta të numëroshin si PS-s dhe votat e partive të djata të numëroshin si të PD-s. Mua më vjen keq që kryetari i PS-s vazhdon të sillet në mënyrë tepër hipokrite dhe kalon në sulme personale, ndërkohë që do të mbaj premtimin e tij për të dhënë dorëheqje për këtë humbje e cila është e tij personalisht, sepse ka qenë ai që ka insistuar për kodin, i cili ka humbur të majtës 12 mandate, ka qenë ai që ka përjashtuar çdo tentativë për bashkëpunimin që është ofruar nga ne, dhe më vjen shumë keq sepse ndërkohë që ai më dërgonte për ditë tërë emisar që kjo 7 vjeçja e opozitës të më propozonte mua për kryeministër dhe ai na siguronte disa vota të trafikuara nga mazhoranca e djathtë në mënyrë që të hiqnim Berishën, u refuzua nga ana ime sepse
kjo nuk mund të pranohet nga askush, dhe çdo përpjekje për të anatemuar këtë koalicion është jo vetëm arkaike, prej takon të kaluarës, është jo vetëm folklorike, por e them me bindje plot është edhe antikombëtare, sepse synon kompleksimin e Ilir Metës dhe kompleksimin e LSI-s për të bërë bashkëfajtor në një skenar për destabilizimin e vendit, të shtetit dhe të institucioneve në një moment tepër kyç. E jetë zoti Meta, ju përmendni shpesh stabilitetin e vendit, por kur ju kërkoni rrëzimin e kryeministrit Sali Berisha, kjo me vot, po nuk mund dalë në rrugën sot. Siç më thotë Edi Rama, që hajde dalin në rrugë që janë vjedhë zgjedhjet, kur mua zgjedhjet në radhë parë mi ka vjedhë Edi Rama, si Lëvizje Socialiste për Integrim, dhe për këtë ne kemi kaseta filmike, ne për këtë kemi fakte, kemi çdo gjë, dhe të rrëzojmë Sali Berishën, i cili pavarësisht nga dëshira e jon, pavarësisht nga dëshira e cilit do, fundit përfaqëson koalicionin fitues. Si mund të ndodhi kjo gjë?